kemi kampin përballë që figurat e vjetra i kanë listë mbyllur, ata do jenë në parlament. Pra, ç'a ndodh është që ne duhet t'i ftojmë figurat e reja që të bëjmë pjesë e politikës dhe ta përmirësojmë politikën në mënyrën tonë edhe ne. Sigurisht duke pasur edhe eksperiencën e figurave të dinjitetshme për krah nesh. Te votuesit, në fakt, unë flas për problemet e përditshme të të rinjve. Në ti ke target të rinjt kryesisht. Unë kam target të rinjt edhe ne kemi të njëjtat hallet, të njëjtat probleme. Unë nuk e se jam tani kandidat edhe ditë them që do zbërthej gjithë programin e Partisë Socialiste, sigurisht më intereson kryesisht çfarë do bëj Partia Socialiste për të rinjt, edhe e shoh të mundshme që në këtë vazh zhvillimi, ndoshta edhe ekonomik, po edhe në skenën politike ndërkombëtare, e shoh Shqipërinë si në një moment shumë të mirë se para disa vitesh. Edhe për të vazhduar në këtë ritëm, sigurisht që ti do i besosh votën një force që ta ka provu që disa sektor të rëndësishëm, dhe unë besoj që kemi probleme në shumë sektor të politikës, po nuk e them dot që secili sektor ka pas përmirësimin e vet. Pra ka problematika, por qoftë në ekonomi, qoftë në turizëm, qoftë në zhvillim. Kur takot rinj, çfarë probleme kanë kryesor në diskutime? Po, problematikat janë të ndryshme. Sigurisht që arsimi është një nga problemet që duhet përmirësu. Mos harrojmë që reformat duan një kohë, pra nuk i takon një gjenerate që t'i marrë frytet, po duan disa gjenerata që të përfitojnë nga këto reforma. Unë besoj që të rinjt kanë tjera tema, pra kanë tjera komplet tema. Sot të rinjt flasin për programimin, për robotikën, flasin se si mund punojnë në këto kompanit e huaja që kanë ardhur këtu në Shqipëri dhe punësojnë të rinj. Pra, unë besoj që fokusit e të rinjt është si t'i nxjerrim tregun e punës. Edhe ata këto problematika kanë, si të futen në tregun e punës pa dashur që t'i ikin jashtë shtetit. Pra të kenë një siguri edhe për pagën, të kenë edhe benefite tjera si student, fjala vjen. Pra, duke i njohur problemet, ti mund punosh për këto probleme. Po, si me thënë, qose ne deri tani kemi thënë që në Shqipëri, këto 30 ca vite, ka ndryshuar shumë gjëra, po vetëm partitë s'ka ndryshuar. Tani është momenti që Partia Socialiste po bën një hapje të vërtet, po jep mundësinë të rinjve si puna ime, po edhe të rinjve të tjerë. Kështu që domethënë që Partia Socialiste e ka mundësinë që të vetë rregullohet, edhe unë e shoh pozitive. Ke një përgjigje për hijen e Ramës për ta kundërshtuar, vështirësim për ta kundërshtuar, ka një perceptimi publik që të rinjt nuk mund të guxojnë, kush mund të guxojë sot në Partinë Socialiste të kundërshtoj. Po përveç fjalimeve, se ne edhe nuk e dim si është debati brenda, si është atmosfera PS-s, qoftë në takime të vogla, qoftë në takime më të mëdha të strukturës. Unë besoj që çdo kritikë është e mirëpritur. Domethënë, nëse unë them që sot rinjt kanë nevojë për këtë gjë, do ta ngrej zërin aty brenda partisë, edhe derisa t'ja dalë. Nëse s'ja dalë, po unë besoj që ti do bësh punën. Nuk e them këtë se jemi në fushat elektorale, po ata që njohen si aktivist me të rinjt e din fort mirë edhe për gjëra që ne kemi luftuar për kauza. Për shembull, ne kemi luftuar në Këshillin Bashkiak për kartën e studentit, për shërbimet, e për shumë gjëra që kemi luftuar dhe kemi marrë me votë edhe besimin e të rinjve.